Përshëndetje, miqtemi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Jeni larg me njëri tjetri, në një lidhje në largësi. Si do të vazhdojë kjo historia juaj? Pra jeni në largësi, keni ato ngritjet dhe uljet e lidhjes në largësi. Gjithmonë lidhjet në largësi kanë probleme. Si do të vazhdojë kjo histori? Do të ketë ndryshime? Po, sepse ju jeni të dashuruar. Ju të dy keni një pasion, keni një energji pozitive të ndërthurur nga të dy anët. Dhe keni një rrugë të gjatë për të bërë në majtë të piramidës, të mbrojtur nga ky ëndjë mbrojtës. Ushtari i monedhës më tregon që kjo lidhje është e sigurt. Edhe pse është në largësi, kjo është një lidhje e fortë, sepse ka një energji të fortë shpirtërore midis njëri tjetrit. Dhe pse keni pasur në të shkuarën probleme në çift, nga largësia, me gjërat për xhelozin, me gjërat të ndryshme, ju keni një sinqeritet të madh në këtë histori dashurie. Themelet e kësaj historie janë shumë të sinqerta. Dhe ti për këtë mashkull, për personin e zemrës, je mbretëresha e kupës, një femër shumë e sinqert, shumë e pastër nga ana shpirtërore. Prandaj ky person është gjithmonë në pritje, edhe pse është larg, treshi i shkopinjve, është në pritje për të ndryshuar këtë situatë, këtë largësi, për ta zvogluar këtë distancë. Sepse ky është një person shumë punëtor, shumë i dashur, një person që lufton fort për të ndryshuar këtë largësi. Është shumë shpirtëror dhe shumë familjar. Për largësinë që keni është pak i mërzitur dhe gjërat do që të ndryshojë, por shumë shpejt hypën vertikali dhe vjen me një transformim që do bëj në këtë histori të bukur dashurie. Jeni shumë të dashuruar me njëri tjetrin dhe ky vjen drejt teje për t'ju shprehur ndryshimet që do të bëj në këtë histori, në këtë lidhje. Me kë rezonon? Me kë shenjë të horoskopit? Me akrepin, me luanin, me shigjetarin, me demin, me peshqit dhe me tashin. Kurse me gërmat mund të rezonoj, është energji e përgjithshme dhe nuk rezonon me të gjithë, me gërmën V, D, O, K, B, T, G, Z, F, Sh, Y, R, L, H, M dhe Zh. Faleminderit shumë, miqtemi.